Shqipëria pritet të hyjë në vitin 2027 me një kuadër të ri ligjor për bastet sportive dhe sponsorizimet, një zhvillim që synon të riformatojë mënyrën se si financohet dhe organizohet sporti në vend. Kështu është shprehur kreu i Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli, i cili theksoi se procesi është në fazë konkrete dhe se aktet nënligjore do të përmbyllen brenda vitit të ardhshëm. Sipas tij, qëllimi kryesor i reformës është që fondet e shqiptarëve të mos dalin jashtë vendit përmes tregjeve të palicencuara, por të kanalizohen në mënyrë të rregullt dhe të kontrolluar brenda Shqipërisë. Ylli nënvizoi se një pjesë e akteve nënligjore tashmë janë në fuqi, ndërsa pjesa tjetër pritet të miratohet brenda afateve të përcaktuara. Ky proces konsiderohet thelbësor për të krijuar një treg të strukturuar dhe për të shmangur abuzimet që kanë shoqëruar sektorin në të kaluarën. Ligji i sponsorizimit, unë jam besim plot që me ritmet që po ecëm në fund vitit, miratohet në parlament, do bëhen akte nënligjore dhe 2027 ne do na gjej me ligj sponsorizimi dhe me ligj kompanive të basteve që sot funksionojnë në të zezë, i merr rruga, i marrin njerëz anonim, i ikin Shqipërisë miliona dollar në Azi dhe kudo, dhe asnjë i punësuar, dhe është një dëm shumë i madh ekonomik dhe nuk dihet paraja zezë ku shkon. Ne themi shteti t'i kontrolloj, funksionojnë me rregulla siç funksionojnë në Angli, në Francë, në Gjermani, në Poloni, në Greqi, në gjithë vendet e Europës civilizuar, atje ku nuk duhet shkojmë, janë bastet. Ne nuk jemi fanarin ndriçues, po duhet që t'i hapim syt dhe t'jemi të vëmendshëm siç i ka bota ku ne duhem shkojmë, t'i miratojmë të ligje se janë të ardhurat dytësore që do t'i vinë rinisë, kulturës, do t'i vinë teknologjisë. Janë para që sot i merr rruga. Çfarë do të ndodhë? Do të ndodhë që janë drejt përfundimit aktet nënligjore dhe po bastet në fund vitit do t'i kemi në fuqi që do t'i vinë para sportit që sot nuk i vinë. Në të njëjtën kohë ai u ndalë tek ligji i ri i sportit, i cili sapo është miratuar dhe që sipas tij përfaqëson një model modern për organizimin dhe zhvillimin e sportit në vend. Megjithatë, ai thekson se sfida kryesore mbetet financimi, duke kërkuar miratimin e një ligji të veçantë për sponsorizimet. Për të ilustruar diferencat në financim, ai solli në vëmendje shembullin e Kosovës, ku sipas tij mbështetja për sportin është dukshëm më e lartë. Ligji i sportit sapo i miratuar është ligji model. Tani është koha për një ligj sponsorizimi që s'ka të bëjë me ligjin e sportit, ka të bëjë me ligjet e financave. Tha dhe ministri dje në asamble që po mbarojnë dëgjesat publike dhe në fund vitit ne do të kemi një ligj model ku 30% e tatimit fitimit që një kompani do ja derdhi shtetit, pra atë 15% që jep, nga ky 15% 30% mund t'i kaloj sportit, mund t'i kaloj klubit, një shoqate, futbollit, klubeve që ne do kemi mundësi të kemi një frymarrje se nuk mund të rrim gjithë jetën duke kërkuar lëmosh. Duhet futet biznesin loj, mos shkoni larg, shkoni deri në Kosovë. Dhe shikoni që Komiteti Olimpik i Kosovës e ka buxhetin $2 milion, Komiteti Olimpik Shqiptare ka 150 milion lek të vjetra, $150.000. Dhe federatat po ashtu janë 10 fish i federatave tona. Vetë federata kick dhe thai boxit merr $150.000 në Kosovë, arbisi merr 0 lek. Prandaj themi këta janë heroj, trajnerë, sportistë, federata që bëjnë këtë sport vetëm nga pasioni. Reforma e paralajmëruar për bastet dhe sponsorizimet shihet si një mundësi për të ndryshuar këtë realitet. Nëse zbatohet siç parashikohet, ajo mund të krijojë një burim të qëndrueshëm financimi për sportin, të rrisë transparencën dhe të ofrojë Shqipërinë me modelet europiane të menaxhimit të këtij sektori. Ylli theksoi se bashkëpunimi mes institucioneve, federatave dhe sektorit privat do të jetë kyç për suksesin e kësaj reforme, duke shprehur optimizëm se vitet e ardhshme do të sjellin një realitet të ri për sportin shqiptar. Ai vlerësoi punën e sportistëve dhe drejtuesve të federatave në Shqipëri, duke i cilësuar ata si heronj që mbajnë gjallë sportin përmes pasionit dhe përkushtimit, pavarësisht mungesës së mbështetjes financiare.